Horoskopi ditor e premte 18 prill 2025. Dashi, do kërkoni me ngurë gjatë kësaj dite më shumë liri në jetën në çift, por do e kuptoni se në fakt nuk është ajo që do ju lëvërdis më shumë. Nga pasditja do bëni më shumë lëshime për të ruajtur një klimë harmonike. Nëse jeni beqar, do bëni një takim i cili do ndryshojë goxha jetën. Jeni më shumë se sa duhet bujar me të tjerët dhe i ndihmoni financiarisht. Kujdes sot, sepse situata do jetë problematike. Demi, Mërkuri do animojë jetën tuaj në çift, por pjesën më të madhe dita do jetë pozitive, sensuale dhe ngrohtë. Partneri do ju çojë në qiell të shtatë. Përfitoni sa të mundni. Beqarët do ndeshin me një person të turpshëm, kështu që bëjeni ju hapin e parë nëse ju pëlqen. Një trashëgimi e papritur do ju bjerë si dhuratë nga qielli. Mos u hallakatni, pranojeni atë dhe planifikoni transaksionet që kishit për të bërë. Pinjakët, planetët mund të ndërlikojnë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, të krijojnë tension, xhelozi dhe do jeni më të ndjeshëm. Do kërkoni shumë nga tjetri pa menduar se sa jepni vetë. Beqarët në fillim të ditës do jenë të mërzitur, po më pas do mund të buzëqeshin fal një takimi interesant. Situata financiare do jetë e rënduar. Shmangni çdo transaksion dhe shpenzim të tepruar, që të mund të mos arrini fundin. Nga porja, duhet të keni durim dhe shumë dëshirë për të rregulluar të gjitha problemet që keni pasur në jetën në çift. Nëse ndjenjat janë ende të forta, do i keni më të thjeshta gjërat. Jeta sentimentale e beqarëve do jetë mjaft e favorizuar. Mund të krijoni një lidhje afatgjatë dhe që do ju sjellë mjaft kënaqësi. Edhe pse do keni shumë dëshirë për shpenzime, ju do i bëni ballë dhe do kurseni paksa. Luani, qielli do jetë gati sot për t'u ofruar ditën që keni ndëruar. Marrëdhënia me partnerin do jetë e mbushur me gëzim dhe do ecni gjithkohës në të njëjtin drejtim. Beqarët do kenë një surprizë mjaft të këndshme, e cila do ju shtojë dëshirën për të jetuar. Shfrytëzojeni sa më shumë këtë të shtunë. Nuk do keni probleme të mëdha financiare, por kujdes, nëse tregoni të pamatur, buxheti do marrë tatë pjetën. Virgjëresha, marrëdhënia në çift do thellohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do filloni të bëni plane me atë që keni në krah dhe madje do filloni të bashkëjetoni. Beqarët nuk do jenë në humor të mirë për të filluar lidhje, do vazhdojnë lidhjet e tyre normale. Në planin financiar do hidhni hapa të pamenduara mirë dhe situata mund të përkeqësohet. Tregohuni të kujdesshëm. Peshorja, nëse jeni në çift, lidhja juaj do të jetë më e fortë se kurrë. Do tregoni shumë më të duruar dhe më të kuptueshëm me atë që keni në krah. Do i lini atij edhe më tepër liri shprehjeje. Beqarët do ndihen të harruar nga yjet dhe nga dashuria. Do ndiheni paksa të mërzitur gjatë kësaj dite. Transaksionet financiare do jenë të favorizuara. Mund të bëni edhe blerjet që keni planifikuar prej kohësh. Akrepi, Venusi do ju ndihmojë sot të shndrroni lidhjet e momentit në dashuri afatgjata. Nëse keni takuar dikë kohët e fundit, mos hezitoni të shprehni atë që ndjeni. Edhe atyre që kanë pasur probleme apo zënga të mëdha në çift, do ju rikthehet pasioni. Pra në planin sentimental, të gjithë do dalin të fituar sot. Mundësitë për të kryer transaksione financiare do jenë të mëdha, sepse edhe buxheti do jetë i qëndrueshëm. Shigjetari, gjatë kësaj dite të bekuar nga yjet, gjithçka do shkojë më së miri. Do merrni iniciativa, do komunikoni më ngrohtë dhe do shfrytëzoni deri në maksimum çdo moment që do jeni pranë partnerit.
Beqarët jo vetëm që do kenë dashuri me shikim të parë dhe pasion, por pasioni do jetë afatgjatë. Ekuilibri buxhetor do të tronditet pak, kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Britsjapi. Do të dashuroni si të shmendur sot dhe të boni çmos t'i plotësoni gjitha ëndrat tuaja. Klima në jetën sentimentale do jetë romaneske dhe e mbushur me pasion. Shijojeni në maksimum. Beqarët do kenë më të lehtë të takohen me dikë sot, por më të privilegjuarit do jenë adoleshentët. Në planin financiar do merrni iniciativa të cilat do përmirësojnë mjaft buxhetin tuaj. Ujori. Flisni me partnerin tuaj sot dhe të dy së bashku vendosni për ato që keni më shumë nevojë. Mos u tundoni nga aventurat e reja, sepse gjithçka që keni ndërtuar deri më sot mund të rrëzohet menjëherë. Beqarët nuk do kenë fat të gjejnë personin e duhur. Bëni pak më shumë durim. Nëse duhet të bëni një blerje të rëndësishme, nuk duhet të bëni shpenzime të tjera, sepse do kishit probleme. Peshqit. Klima yjore do nxit konflikte në çift dhe goxha skena xhelozie. Mundoni me çdo kusht të qetësoni dhe të flisni me partnerin. Uleni edhe për pak ju hundën. Beqarëve do ju rëndoj shumë vetmia, do kërkojnë të krijojnë familje. Prisni disa ditë, sepse kjo ëndër do ju bëhet realitet. Planetet do ndikojnë pozitivisht tek financat dhe nuk do keni asgjë për çfarë të merakoseni.